Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund u gjetë zgjidhja, ja receta që pastron rrënjësisht mushkrit. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkri si pasojë të ftorës ose gripit mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje dhe probleme me gjumin. Bllokimi që shkaktohet në krahëror shoqërohet edhe me një kollë të fortë nëpërmjet së cilës mushkrit përpiqen që të pastrohen rrënjësisht. Gjithashtu, gripi dhe ftora nuk janë të vetmit të cilët shkaktojnë bllokim të krahërorit, por në fakt ato munden të ndodhin edhe nga sekrecionet apo siç njihet ndryshe gëlbaza. Një gjë e tillë mund të ndodhë edhe si pasojë e bronchitit, azmës, fibrozës cistike dhe gjithashtu alergjive. Ju mund të vini në ndihmë mushkrive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta, kocka dhe supa, gjithashtu çajra bimor e të tjerë. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët pikërisht për këtë problem veçohet mjalti dhe sigurisht uthulla e mollës, e cila është efikase për pastrimin e mushkrive. Sipas informacioneve, një i rritur duhet që të konsumojë të paktën një lugë gjelle me mjalt çdo 3 deri në 4 orë dhe më pas. Ushqime të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkrive nga sekrecionet dhe përbërësit që juve do t'ju duheni janë gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur, çerek filxhani çaj me uthull molle të pafiltruar, 3 lugë gjelle me mjalt, çerek filxhani çaj me lëng të freskët limoni. Përgatitja: zgjini së bashku uthullën dhe lëngun e limonit. Sapo të marrë val, hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe gjithashtu specin djegës. Përziheni mirë së bashku derisa të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniforme, të cilin duhet ta hidhni në një shishe qelçi. Ne ju rekomandojmë që të konsumoni një lugë gjelle 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkrive nga sekrecionet e trasha rekomandohet që të përdorin 2 jastëk. Koka duhet mbajtur e ngritur në mënyrë që të pengojë kollën dhe problemet me frymëmarrjen. Ju duhet që të shkoni tek mjeku nëse sekrecionet zgjasin më shumë se 3 ditë, përkeqësohen ose kanë ngjyrë jeshile apo të verdhë. Përkujdesja për mushkrit është një hap i shkëlqyer që mundëson mbrojtjen nga sëmundje të ndryshme. Në këtë artikull ju do të mësoni ushqime të cilat pastrojnë dhe detoksifikojnë këtë organ të rëndësishëm. Çaji jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do të ndihmojë që ju të pastroni organizmin nga mushkrit dhe nga toksinat, por edhe të ruajë shëndetin e sistemit tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe gjithashtu me mjaltin. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është gjithashtu i pasur me antioksidant dhe me acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i boronicës, së kuqe ose i ananasit. Këto fruta janë të pasura me antioksidantë dhe lëngun e tyre ju mundet që ta pini çdo ditë në mes të vakteve ose edhe gjatë drekës. Nëse ju po përpiqeni të pastroni mushkrit, atëherë ju duhet që të shmangni pijet e gazuara dhe alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur gjithashtu me beta karoten dhe vitamina A, C, K dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë
ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkërive dhe nga ana tjetër mundet që të përdorni edhe xhenxhefil. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkërive. Ushqime të pasura me antioksidant. Spinaçi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasura me antioksidant që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive dhe të frymëmarrjes. Rigoni dhe energjiku. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe çlirojnë mushkërit nga bllokimi i sekrecioneve. Mundet gjithashtu t'i përdorni si çaj ose dhe si çdo çaj tjetër bimor. Ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteret. Energjiku gjithashtu qetëson edhe muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe të dyja bimët bëhen pjesë e regjimit tuaj ushqimor. Mbrojtja e mushkërive kërkon marrjen e domosdoshme të ushqyesve dhe të vitaminave, jo vetëm nga ushqimi, por edhe nga suplementët. Këshilla e fundit, por jo nga rëndësia, është që ju të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe të pini sa më shumë lëngje të ngrohta. Nëse jeni duke kërkuar një recetë tërësisht natyrale për të luftuar kështu kollën, bronkitin dhe pneumonin, atëherë ju jeni të sigurt se keni gjetur zgjedhjen e duhur. Shurupi i qepës është një ilaç i vjetër dhe tërësisht natyral, të cilët trajtojnë me sukses probleme të ndryshme të frymëmarrjes. Në përbërjen e tij, substancat e grira tek qepa duhet të jenë të përqendruara dhe kjo e bën atë që të jetë pikërisht një antiinflamator dhe një antiviral tërësisht i fuqishëm natyror, i cili vepron në një mënyrë efektive kundër kollës, kundër gëlbazës, ngjyrjes, problemeve në fyt dhe gjithashtu mund të përdoret për të ndihmuar edhe në trajtimin e bronkitit dhe pneumonisë. Receta nga ana tjetër është edhe shumë e thjeshtë. Ka vetëm 2 përbërës, qepë dhe sheqer, dhe vetëm në disa ditë trajtimi ju do të filloni dhe do të ndjeni shumë më mirë. Ja se si të përgatisni shurupën e qepës. Pritni qepën në feta. Vendoseni këto feta në një tenxhere të madhe, duke rregulluar 1 fet qepë, 1 shtresë sheqeri, 1 fet qepë, 1 shtresë sheqer, dhe kështu me radhë duke përfunduar pikërisht në 1 shtresë sheqeri. Mbulojeni më pas tenxherën për të shmangur praninë e milingonave dhe insekteve të tjera dhe lëreni atë që të pushojë gjatë gjithë natës. Ditën tjetër, ju do të gjeni gotën me një lëng me ngjyrë me mjalt dhe ky lëng është pikërisht shurupi që juve do t'ju vijë në ndihmë. Nga ana tjetër, doza është 1 lugë çaj shurup çdo 3 orë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Gjithashtu, nëse gjendja juaj është kronike dhe zgjat për më shumë se 3 ditë, ju me patjetër duhet që të shkoni tek mjeku juaj për të marrë ilaçin e nevojshëm dhe këshillat e duhura. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.